Mirë se vini përsëri. Në këtë video, ne do të eksplorojmë aktivitete dhe strategji për t'ju ndihmuar të përmirësoni vetdijen tuaj emocionale dhe të përballeni me ndjenjat e stresit, ankthit ose depresionit. Duke u bërë më në harmoni me emocionet tuaja, ju mund të kujdeseni më mirë për shëndetin tuaj mendor dhe të krijoni mekanizma më të shëndetshëm përballues. Praktikoni ndërgjegjësimin e emocioneve. Një mënyrë e thjeshtë dhe efektive për të bërë më të vetëdijshëm për emocionet tuaja është përmes vëmendjes. Merrni disa minuta çdo ditë për të ulur në heshtje dhe për të kontrolluar veten. Pyet veten: çfarë po ndjej tani? Nëse nuk jeni të sigurt, kushtojeni vëmendje ndjesive fizike në trupin tuaj. Ndiheni të shtrënguar në gjoks? A janë shpatullat tuaja të tensionuara? Këto ndjesi fizike shpesh korespondojnë me emocione specifike. Për shembull, tensioni në gjoks mund të tregojë ankth, ndërsa një ndjenjë fundosje në stomak mund të lidhet me trishtimin. Duke vëzhguar këto ndjesi, mund të filloni të identifikoni dhe emërtoni më qartë emocionet tuaja. Shkruani emocionet tuaja. Shkrimi për emocionet tuaja mund të jetë një mënyrë e fuqishme për t'i kuptuar dhe përpunuar ato. Merrni disa minuta çdo ditë për të shkruar atë që ndjeni dhe pse. Për shembull, mund të shkruani: ndihem në ankth për punën sot, sepse kam një prezantim të madh. Shkrimi e emocioneve tuaja ju ndihmon jo vetëm të identifikoni se çfarë ndjeni, por edhe pse ndiheni në këtë mënyrë. Me kalimin e kohës, ditari mund të sigurojë njohurim mbi modelet në përgjigjet tuaja emocionale, duke ju ndihmuar të adresoni shkaqet rrënjësore të stresit dhe ankthit. Lejojeni veten të ndjeni. Nëse tentoni të shtypni emocionet tuaja, përpiqeni të krijoni vetes hapësirë për të ndjerë të pagjykuar. Kur lini emocioni vështirë, në vend që ta largoni, japini vetes leje ta përjetoni. Për shembull, nëse ndjeni trishtim ose zemërim, lejoni vetes të uleni me atë ndjenjë për disa çaste. Ju mund t'i thoni vetes: është në rregull të ndihesh i trishtuar tani. Nuk do ta gjykoj veten për këtë emocion. Lejimi i vetes për të ndjerë plotësisht emocionet tuaja ndihmon në parandalimin e grumbullimit emocional dhe redukton presionin e shmangjes së ndjenjave krejtësisht. Praktikoni vetëdhëmshurinë. Ndonjëherë, arsyeja pse ne shtypemi emocionet është nga frika se mos gjykohemi, qoftë nga vetja apo nga të tjerët. Praktikimi i vetëdhëmshurisë mund t'ju ndihmojë të pranoni ndjenjat tuaja pa faj apo turp. Për shembull, nëse ndjeni të stresuar për një afat, në vend që të kritikoni veten se nuk jeni më i organizuar, provoni të thoni: po bëjmë më të mirën që mundem. Kjo është një situatë e vështirë, por unë po e përballoj atë. Të qeni të sjellshëm me veten ndihmon në krijimin e një hapësire të sigurt për emocionet tuaja dhe zvogëlon dëshirën për t'i shtypur ato. Kërkoni ndihmë profesionale. Nëse zbuloni se ndërgjegjësimi emocional vazhdon të jetë një sfidë, mund të jetë e dobishme të flisni me një terapist. Një profesionist mund t'ju ndihmojë të eksploroni modelet tuaja emocionale dhe t'ju mësojë mjete për të bërë më në harmoni me ndjenjat tuaja. Terapia gjithashtu mund t'ju ndihmojë të adresoni çdo çështje themelore, të tilla si ankthi ose depresione, që mund të kontribuojnë në vështirësitë me ndërgjegjësimin emocional. Përdorni teknika relaksime për të përpunuar emocionet. Ushtrimet relaksuese, të tilla si frymëmarrja e thellë ose relaksimi progresiv i muskujve, mund t'ju ndihmojnë të përpunoni emocionet të vështira. Kur ndjeni të mbi ngarkuar, merrni disa momente për të marrë frymë thellë, duke u fokusuar në nxjerrjen ngadalë për të çliruar tensionin. Kjo praktikë ndihmon për të qetësuar trupin tuaj, gjë që mund ta bëjë më të lehtë identifikimin dhe njohjen e emocioneve tuaja, pa u ndjerë të mbi ngarkuar prej tyre. Përmirësimi i vetdijes emocionale është një proces gradual, por me praktikë të vazhdueshme mund të filloni të kuptoni dhe menaxhoni më mirë emocionet tuaja. Duke i lejuar vetes të ndjeni dhe të pranoni atë që po kaloni, ju krijoni mënyra më të shëndetshme për të përballuar stresin dhe ankthin. Faleminderit që ndoqët këtë video dhe vazhdoni të shndroni në faqen shëndeti mendor.org.